29 korrik. Përqafoi ndërhyrjet. Dhe erdhën përsëri në Jerusalem. Dhe ndërsa Jezusi po ecste në tempull, erdhën tek ai kryepriftërinjt dhe skribët dhe pleqt dhe i thoshin: "Me çfarë pushteti i bën këto gjëra? Apo kush ta dha këtë pushtet që të bësh këto gjëra?" Marku 11, 27 deri në 28. Askujt prej nesh nuk i pëlqen kur dikush tjetër ndërhyn në punët tona. Kur dikush këmbgul për të pasur vëmendjen tonë ose kërkon bindjen tonë, në mënyrë instiktive ne përgjigjemi negativisht. Në përgjithësi, nuk duam që njerëzit të na thonë se çfarë të bëjmë, sidomos për çështjet frymërore. Është gjithmonë joshëse të pranojmë nocionin, i cili është veçanërisht i popularizuar në kohën tonë, se jeta jonë frymërore nuk është punë e askujt tjetër, por një çështje personale të cilën duhet ta dimë vetëm ne. Prandaj, kur lexojmë Ungjillit, mund të shqetësohemi dukshëm, pasi atje bëhet e qartë se Jezusi ndërhyn në jetën tonë. Po, kjo është për të mirën tonë, por megjithatë, ai ndërhyn. Në të vërtetë, në autobiografinë e tij, C.S. Lewisi i referohet Jezusit si ndërhyrësi i përtejbotshëm. Që nga fillimi i shërbesës së Jezusit, njerëzit e kuptuan se ai foli me autoritet. Shih Marku 1, 22 dhe 27. Ai i tha gjërat në atë mënyrë që nuk mund të anashkaloheshin apo thjesht të shpërfilleshin. Mirpo, ato mund të kundërshtoheshin dhe të refuzoheshin. Mësimi i tij autoritar u kthye në një gjemb në hijet e mësuesve fetar. Ata filluan të kundërviheshin Jezusit dhe shumë shpejt nisën të komplotonin për ta vrarë atë, që të mos kishin nevojë që t'ia tregonin atij gjendjen e tyre të vërtet frymërore. 3:6. Ashtu si udhëheqësit fetar, edhe ne shpesh parapëlqejmë një përshpirtshmëri personale që formohet nga agjenda dhe stili i jetës sonë. Kjo është ajo që besoj. Kjo është bindja ime. Kjo është ajo që kemi bërë gjithmonë. Kjo është tradita jonë. Jezusi vjen me forcë kundër atyre nocioneve, duke e kthyer përmbys gjithçka, duke marrë vlerat e krijuara nga njeriu dhe duke u dhënë fund atyre. Në fakt, në fund të shërbesës toksore të Jezusit, ai deklaroi se i ishte dhënë gjithë pushteti. Mateu 28, 18 deri në 19. Ai nuk e ndan atë pushtet me askënd. Në fakt, jetët tona frymërore janë punë e tij. Ne përulemi përpara autoritetit të tij dhe e përqafojmë atë si Zot dhe shpëtimtar tani. Përndryshe, një ditë do të përkulemi para tij dhe do të atakojmë atë vetëm si gjykatësin ton. Ta shtojmë Jezusin në një cep të vogël të ekzistencës sonë është e lehtë dhe nuk na shkakton parehati, por është krejt ndryshe që ta lejojmë ndërhyrësin e përtejbotshëm të marrë nën kontrollin e tij çdo aspekt të jetës sonë dhe të kërkojë bindje të plotë nga ne. Autoriteti i tij i përsosur është një çështje që duhet ta marrim parasysh në çdo vendimarrje. Prandaj, ne përballemi me pyetjen trazuese. Apo jetoj sipas dëshirave të mia të natyrshme dhe rregullave që kam krijuar vet? Apo a jam duke kërkuar që t'i nënshtrohem me gëzim shpëtimtarit tim çdo ditë dhe në çdo mënyrë? Vetëm kur zgjedhim të përkulemi përpara autoritetit të Jezusit, duke e pranuar zotërimin e tij mbi kohën, talentet, paratë tona, mbi gjithçka që kemi dhe jemi, ne mund të fillojmë ta përqafojmë atë me të vërtetë si Zot dhe shpëtimtar dhe të kënaqemi duke e njohur atë si mik dhe udhërëfyes. Apo e mban atë larg nga vetja në ndonjë farë mënyre? Ky është pikërisht vendi ku ai të thërret që ta lësh të ndërhyjë. Është vendi ku ti ke mundësinë për ta trajtuar atë me të vërtetë si të vetmin që ka gjithë autoritetin. Sigurisht që Jezusi do ta trazojë jetën tënde, por vetëm ai e ka këtë të drejtë dhe vetëm ai mund të të çlirojë.